Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, është 10:00, është kontakt emisioni informativ, fol me Ari, me mua dhe Artina. Mirëmëngjes Artina. Mirëmëngjes Ari, mirëmëngjes për gjithë ata të cilët po na ndjekin tani. Do të jemi bashkë edhe live në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Klan Kosova Official, aty ku I gjeni edhe intervistat e kaluara e natyrisht ju ftojna të bëni subscribe, keni edhe shorts video apo momentet më të mira, më interesante nga emisionet e kaluara, për çka natyrisht ju ftojna ta bëni like nëse ju pëlqen, të na komentoni edhe sot e keni një super emision të përgatitur edhe duke përcjellur edhe lajmet, kemi ca intervista dhe materiale, kështu që mos shkoni kërka. E lajmi I fundit vjen ku një rast I rënd është shënuar në orët e para të së martës në Gjakov, ku I riu Reg Brahima I vdiq pas therrjes me thik. Ta afërmit e të ndjerit kanë dalë lajmin e kopshëm, ndërsa policia ka konfirmuar rastin e rënd. Zëdhënësi I policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj për Klan Kosova.tv tha se I dyshuari është ende në Arati. Po pra, është një prej lajmeve për cilat I gjeni në portalin numër 1 klankosova.tv, I shprehim ngushëllime familjes të ndjerit dhe shpresojmë që drejtësia, policia, çka nuk dyshojmë do ta gjejnë dorasin me njëherë dhe do të vihet në drejtësia në vend. Ndër tjerash keni këtë lajm në portal edhe me detaje tjera dhe natyrisht në bazë të informatave që vijnë nga ky rast I Iran, ne do t'ju informojmë nëse jo këtij emisioni, atëherë gjatë ditës në edicionet të rregullta dhe jo vetëm në Klan Kosova TV dhe në Klan Kosova FM. Kalojmë tani në komunën e Ferizajt, atje ku ka filluar edhe inspektimi dhe largimi të gjitha reklamave të cilat janë pra paleje. Këtë nismë e ka marrë inspektoriati I komunës përkatëse dhe për këtë ne do të inkuadrohemi me kryeinspektorin në Ferizaj, zotrin Feriz Hyseni. Përshëndetje I nderuar. Përshëndetje. Mirëmëngjes kryetar. Siç e tha edhe Artina, komuna juaj tashmë ka filluar me një aksion, ta themi kështu, të largimit të reklamave të paautorizuara. Tregona më shumë detaje mbi atë, se çka është puna edhe si po rrjedh aksioni, ta themi kështu. Po ja kemi filluar aksionit për largimin e reklamave pa leje në pronën publike dhe në hapësira të përbashkëta. Aksioni ka filluar nga rruga Brigada Niqëshni, sigurisht pas ankesave të shumta të qytetarëve për reklamat e vendosura pa leje nga organi kompetent. Inspektoriati ka filluar aksionin me largimin e tyre. Sigurisht falenderojmë bizneset për bashkëpunim dhe mirëkuptim. Inspektoriati I Komunës Ferizajt ka bërë njoftimin e subjekteve për largimin e reklamave në mënyrë vullnetare dhe shumica e bizneseve janë përgjigjur pozitivisht. Desha të theksoj se nuk jemi kundër bizneseve dhe as kundër idesë së reklamave, por bizneset duhet të pajisen me leje nga drejtoria e urbanizmit në bazë të kushteve të planifikimit urban dhe bazueshmërisë ligjore. Po. Në përgjithësi, si është pritur pra nga biznesi, nga qytetarët ky aksion që po pajtohemi, nuk është I drejtuar ndaj biznesit, padyshim. Sigurisht qytetarët e kanë pritur mirë, edhe bizneset, ka pas disa hezitime për pas komunikimit me ta, e kanë pritur mirë, do të sigurisht që prap falenderoj bizneset për bashkëpunimin e tyre. Gjithashtu I bëj ftesë bizneseve që të interesohen për procedurat e pajisjes me leje për reklama pranë drejtorisë së urbanizmit në komunën e Ferizajt. Bashkëpunimi ka qenë mirë me ta, po besoj që aksioni ka me vazhdu edhe ditët e vijim, deri në largimin e gjitha reklamave pa leje. Ato po largohen sepse fillimisht janë pa leje edhe natyrisht çka pa leje nuk është ligjore, por po besoj po largohen edhe për të mundësuar lirimin e qarkullimin e lirë të komësorëve në për hapësirat publike, apo jo? Sigurisht që po, duke ditur tash edhe po him sezon, ku ashtu bashkëdhëtar vinë, është bërë dhe lirimi I hapësirave publike, ku sigurisht disa reklama kanë qenë pa përfar kriterit e vendosura dhe pa leje nga organi kompetent. Sigurisht drejtoria e urbanizmit I përcakton kushtet për vendosjen e reklamave, kështu që ftojmë bizneset. Po. Ku pritet të vazhdoj pra ky aksion? Në cilat rrugë më saktësisht që ndoshta ato biznese mund të na dëgjojnë dhe mund t'i largojnë paraprakisht? Aksioni ka filluar në rrugën Brigada Niqëshni, aksioni të shtrihet në gjithë territorin e komunës së Ferizajt. Sigurisht kem planifikuar rrugën Vëllëz Gërvalla. Pastaj rrugët ja fillojnë në rrugën Vëllëz Gërvalla. Po.
sigurisht për shkak të numrit të vogël të inspektorëve, aksioni nuk është të shkuar në hop as shpejt, po besoj që qytetarët edhe bizneset e kanë kuptuar, janë të njoftuar edhe janë të bashkëpunuar. Sigurisht që disa janë të larguar në mënyrë vullnetare. A ka ndonjë projekt të veçantë edhe për hapësirat publike pra në komunën e Ferizajt, si inspektoriat pra për të liruar këto hapësira? Sigurisht që po, inspektorati ka filluar me reklama, do të vazhdoj me pjesën tjetër të trotuareve, të terasave, të cilat janë të vendosura pa në lloj kriteri dhe pa leje nga drejtoria e urbanizmit. Aksionet do të vazhdoj. Po. Kryeinspektor, ne e dim që Ferizaj është një prej atyre qyteteve të cilat janë zhvilluar më shumë të mbas luftës, po foli për këtë periudhën 25-26 vjeçare për shkak të rrethona ndryshme, për shkak se është popull punëtor, diaspora, ishte bon stile aty, e kështu me radhë, dhe është një qytet në rritje sipër. Unë e di që 2 vite nuk kam qenë, kur erdha, domethënë, wow, nuk e njefsha. Pa dyshim që edhe rikthimi i diasporës, cila pritet gjatë pushimeve verore, do ta shton fluksin. Kështu që po besoj që edhe kjo është një motiv shtesë për të thirrur bizneset, për të larguar këto reklamat pa leje. Por nëse dojnë në një të ardhme, a keni në plan që të legalizohet, të vendosen vendet e saktuara për të promovuar, sepse megjithatë edhe marketingu apo reklamat janë pozitive nëse vendosen me leje edhe në vend adekuat. Sigurisht që po, unë tash edhe më herët që i bëj ftesë që tani bizneseve të lajmërojnë drejtorinë e urbanizmit, të pajisen me leje në bazë të kushte dhe kritereve të përcaktuar nga drejtoria e urbanizmit. Sigurisht është rregulloria për vendosjen e objekteve të përkohshme, dhe nuk jemi kundër bizneseve, nuk jemi kundër marketingut, e dimë rëndësinë e marketingut, po sigurisht ato do të kenë kriter për vendosjen e tyre. Po pajtona plotësisht, nëse s'ka arti na ndonjë pyetje, faleminderit shumë kryeinspektor, edhe do të jemi të hapur këtu për të kontaktuar edhe bashkëbiseduar me ju sa herë që është e nevojshme edhe me kërkesat e qytetarëve. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj, dua të përsëris, nuk është aksioni drejtuar kundra bizneseve, por sigurisht që vendoset rregull në hapësira publike. E qartë, ju faleminderit shumë zotri Hyseni për kohën dhe gjitha këto informacione. Ditë mbar. Faleminderit shumë. Edhe shfrytëzojmë rastin nëpërmjet juaj, përshëndet keq qytetarët e Ferizajt me rrethin, po besoj që edhe në Ferizaj është moti i mirë, sigurisht edhe këtu te ne, moti në mënyrë detajuar, keni portalin numërnjokllankosova.tv, një marrë fenomenale. 95.2, 90.8 janë frekuencat tona, 048 400 004 është numri jonë i telefonit këtu në Klan Kosova FM. Ne presim telefonatat, ankesat e juaja që i kenit, që t'i drejtojnë tek institucionet përkatëse. Ndërkohë përcjellim me lajmet dhe zhvillimet më të fundit, është siç i njoftuam një vrasje e rënë në Gjakov, i dyshuar është ende në Arati, ndërkohë një intervistë fenomenale është dhënë për opinion në Shqipëri nga ish kryeministri, kryetari dhe ish lideri i ushtrisë shërimtare të Kosovës, zoti Hashim Thaçi, janë plotësisht i pafajshëm. Thaçi, procesi hakmarrje e bazuar në mashtrim, ai është prehur besim plot se do kthehet i lirë në Kosovë. E keni edhe një foto të shoqëruar me lajmin në portal, edhe ku mund t'i lexoni edhe detaje tjera nga kjo intervistë e presidentit Thaçi. E natyrisht që do të ndajmë edhe disa detaje të tjera të kësaj interviste, një ndërto më të prekshmet, padyshim që ka qenë edhe takimi pra momenti fundit me djalin e tij Endret Thaçi. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka rikthyer momentet paranisjes për në Hagë me 5 nëntor 2020. Përmes një interviste për emisionin Opinion, Thaçi kujtoi mëngjesin e asaj dite kur kishte treguar familjarëve dhe gjithë popullit se po përballej me udhëtimin drejt Hagës. Ndër të tjera, ish presidenti ka bërë të ditur se djali i tij Endrite ishte personi i fundit me të cilin u nda përqafueshëm. Madje ai ka thënë edhe disa fjalë edhe për presidentin Donald Trump, ku ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë intervistës për emisionin Opinion ka folur edhe për geopolitikën, sidomos pozitën e vendit tonë dhe raportet me SBA-n. Ai tha se i vetmi që mund të detyrojë Rusinë ta njohë Kosovën është presidenti Donald Trump.
Po, si që e veçaj ta themi kështu këtë detaj bajgi prekës nga intervista e Zotit Thoqi, detaj tjera i gjani në portal klankosova.tv, bëni pjesë e grupit klankosova.tv në Viber dhe lajmet ju vinë direkt edhe në telefonin e juaj. E dim që kohë më parë një nga organizatat prestigjioze të sundimit të ligjit dhe proceseve gjyqësore e denoncoj këtë britanike pra me Selin në Londër e denoncoj këtë proces për shumë shkelje të drejtave njerëzit të akuzuarve dhe për faktin se deri tash çka është treguar në këtë proces gjyqësor shihet që prokuroria është bazuar shumë në dëshmi të ardhura nga Serbia, burimi të cilëve më së paku të themi është i shumë i dyshues apo i pabazuar. Kështu që dhe ne shumë besojmë në atë që ka thënë presidenti Thoqi që shumë shpejt së bashku me bashkëluftëtarët tjerë do të rikthehet në Kosovën e lirë dhe shpresojmë që kjo të ndodhë sa më shpejt. E dim që dikun ka muaj qershor apo më së largu në shtator pritet të vjen vendimi i gjykatës. E që natyrisht të gjitha lajmet të fundit do t'i ndajmë këtu në Klan Kosova FM me frekuencat 95.2, 90.8 dhe numri i telefonit 048 400 004. Po pranojmë telefonata dhe mesazhe nga të gjitha ata qytetarë të cilët po na shkruajnë në lidhje me mbeturinat dhe ju premtojmë që secila prej tyre është duke u adresuar te kompania pastrimit, madje edhe te komuna e Prishtinës, përkatësisht tek drejtoria për shërbime publike, të cilët janë zotuar të gjitha mbeturinat të larguan përmes kompanive private. Po, 048 400 004 është numri i telefonit, mund të na thërni edhe në Viber, i mirëpresim edhe mesazhet e juaja si me foto, me video, apo edhe audio dhe tekstualisht, si tha Artina, të gjitha ankesat edhe kërkesat e juaja ju adresohen autoriteteve e pastaj është up to them të veprojnë e për fat mirë kemi shembuj që dhe ka pasur intervenime, dikur më shpesh, dikur më ngadal, që me njënë i thire telefonike. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, që bashkimin telefon. Po, bashkim, mirë mëngjes. Të shine e një mirë. Mirë, faleminderit. Po të si e, çfarë ankese kemi? Mirë, kë ankesat jenë rëndë për rrungë. Atina është problem, o bojën, bo rrungë një pjesë bukur e modë, si kërë me pashi që fashat e... A dhe s'delë kërko shpeshyrë, dhe më thonë edhe damë tonë. Në rrugë të afligje ku jam unë, që i kanë pa morë koskat, i kanë pru, i kanë gjitë, po i kanë gjitë qatë që besëm kjere po prejkë në përtu, nuk i di që ka të mdonë. E di që për këtë ankes kemi marrë thirrje edhe nga qytetarë tjerë të cilët kanë probleme edhe me qarkullu, andej do me thonë me ecën kom, sidomos qytetarë që në karrika lëvizëse, pra edhe si që përmenët edhe rrugët, e di me kemi nisë këtë ankes, do ta nisim edhe njerë në komunë, pra bashkim, edhe shpresojmë që ketë një intervenim për të nivellizuar kupsat në rrugën në Tasligje. E që patjetër këtë ankesë kemi nisë një bashkim, na vjen keq që ende nuk kemi pas përgjigje, kemi kuptuar që ditën e djeshme pra nuk është më drejtori zotri Sokol Havolli sa i përket investimeve kapitale, pra përkatësisht që mirret për çështjet e rrugëve në kryeqytet, kemi një drejtorish të ri dhe padyshim që do t'ja nisim prapë ankesën. Po dëgjoj. Okej, Atina, ju përshëndesim një ditë mirë. Edhe ty bashkim të përshëndesim edhe nëpërmjet këtë taksistave që jemi dëgjues më të rregullshëm në Klan Kosova FM e kanë një big like gjithandej ku gjendën është 10:13 është emisioni kontaktues informativ fol me Arin, po i presim thirrjet e telefonike dhe i përcjellim edhe lajmet dhe ngjarjet kryesore për cilat ju njoftojmë kohë pas kohe e që i gjanin portalin në klankosova.tv. 95.2, 90.8 janë frekuencat, me njëherë pranojmë një telefonat në Viber. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Alo, më mëngjes. Mirë mëngjesi, nga po na telefonani? Nga Darisa afër Fona. Nga Dardhishtja, me sa duket thatë apo jo i nderuar? Po, afrimi është telefon. Po. Është komuna Blista. Po i nderuar, çfarë ankese kemi në Dardhisht? Rruga është me dita kemë ankesë që t'i japë të qërorë më marë bëdokën. Po, saktësisht a mundesh me ma tregu emrin e rrugës në mënyrë që me nisë ankesën? Më po mirë, po, më treme, era rruga, më po të nasë. Që shko emrin në rruga, adresa? Rruga është me dita. Rruga Mirdita.
Okej. Do ta nisim dhe shpresojmë që do dalin sa më shpejt. Faleminderit ty që ke nda këtë shqetësim edhe po shpresojmë t'i largojmë sa më parë. Kalofshit mirë. Ditë mbar. Një tjetër thirrje telefonike. Allo, mirëmëngjes. Allo? Mirëdita. Mirëdita. A zyra ankesave? Po, zyra nderuar. ankesave. Po? Po, është emisioni Fal me Arin. departamenti, jo po zyrja, jo po drejtoria ankesave është. Fal. Po, drejtoria ankesave. Në qytetin e Podjeves një qytetar ankohet për bërlogun që s'pe marrin në rrugën Ramo Bronqa, tani thirret të Remzi Demolli, që 2 ditë 2 net nuk e kanë marrë. Nuk e di një natë në nejt qatë piqkepin të nej, enda cak piqkepin aty për rrugë po bëhet, të lovije po bëhet që mos, nuk e di pse. Po. Mirë, nderuar na me njëherë po ja nisim këtë ankesë kompanisë së pastrimit. Më na faleminderit shumë. Heq mos kërko falje, sa herë të kesh ndonjë ankesë, adresoje këtu në emisionin Fal me Arin që është i dedikuar për ankesa. Po, kalosh mirë, po djev edhe shpresojmë që edhe po besoj që shumë shpejt do dalin edhe i largojnë bërllogën që ka vonuar 2 ditë në rrugën përkatëse në Podjev. Faktikisht, nuk jemi duke pranuar ankesa sa i përket kryeqytetit, tashmë më shumë janë të theksuara pra kompania e pastrimit dim që operon edhe në komuna të tjera, si komuna e Podujevës, e Fushkosovës, e Obiliqit, madje edhe e Drenasit, madje është edhe komuna e Graçanicës, por po kuptojmë që me të vërtetë është shqetësuese, vazhdon të jetë shqetësuese situata me mbeturina, që për shembull në fshatin Miradi e Përme, një pjesë i kanë larguar mbeturinat, pjesa tjetër jo, do të thotë që 2 javë jemi me situatën e mbeturinave. Ama Artina, unë kam edhe një përmendje kështu se edhe vetëdijsimi e kam vrejtur gjatë vikendit të dielën në Dardania tu te Kurrizi, janë një 70-90 konta edhe qytetarët për çfarë do arsye i mushin vetëm ato 2-3 parat, edhe për me i zhbosh shumë ato allakom, ato tjerat mbrapa janë çprasta. Kështu që një apel qytetarëve, mos shkoni me masivi që na afru deri te konta, bën edhe 2 hapa dhe gjunë bërllogën për katës. Në Korriz po na një shpurt vogël e kemi. Jo, unë po duhet të thonë kësaj vrejtat dillën edhe hajt po them sot hajt nesër që masi me fol për bërllogën. Kështu që po of course pastrimit edhe komunave duhet më ja përkraje me i financua dhe me kryer punën më mirë. Po edhe qytetarët duhet me pas kujdes, nëse veç po afërosh me gjujt qatë 2 kontë, atë farkesën, që ka gjujnë edhe 2 hapa ma ne ku është e shpras. Aren, se mire ka are. Valojnë, po se po duket kesh aty të. E vërtet, për ndryshe ka pas ndryshime edhe në komunën e Prishtinës saj përket drejtorëve, po shohim që për shembull në pozitën e drejtorit të mobilitetit, tashmë që ka qenë më herë Donat Lushaku, është pëllon Bajsinovsi, natyrisht që kena ndoa edhe lajme të tjera, por kemi një telefonat me një herë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi nga puna e telefonani. Nga Kina. Po? Qa o problemin Klizoj? Zyra për ankesa shte, po? Po, i nderuar, çfarë ankese keni? Unë nuk kam ankesa për ministrije, për këto komunat. Ma shumë kam ankesa për qytetarë, që na nuk po vedisohëm, po borët pi pastrojmë e rrugës e qytetit filon mshirën e qeterkuna. Po zoj, po pajtona plotësisht me juve që duhet një punë përbashkët të qytetarëve me kompanit për me korna pastrim, po. Mas mirë që ka qenë edhe këta të ambientit me autose që dhe të kontën mrena o borët, ditën e saktume e ka qytet paraderës edhe mos qëtë qyteti. Po, une qështu e di që kjo veç funksionan, po pajtona aty ku nuk është kjo të bëhet. Po ata ku nëse i kanë, nëse funksionan qështu, se atëherë në gjujtë mbetoninat jashta... O borrit. Po, pse dhe? A veç hajta pra pastaj a borrin tem, veç qytetin talan. Po, plotësisht po pajtona me vritën e... Na vetë jemi ata që jenë të bo... Nejse, ta është të mos të shina... Jo, asë kompanit mirë vogë janë kjo pastru, s'kan faj ata. Kur ja gjunë, betorinat ja gjunë tokë, nuk i qetë në kantonjaj, për unë i shah vetë i kom po qytetarë, në 3 metrave që gjuna bjenë kantonjera, bjenë nuk i interesan ati.
Po zoje, thash edhe më herët, plotësisht po pajtona, tash nuk janë këtë bashkë kështu, po për fat keq ekzistojnë disa që janë më pak të përgjithshëm edhe për shkak të tyre dhe shkaktohet ndotja. Faleminderit shumë që ndot këtë mendim me neve zoje edhe ju përshëndesim këtë klinën, kalofshit mirë. Është 10:20, është emisioni kontaktues informativ, folmearin, vazhdojmë të presim thirrjet tuaja telefonike dhe po i përcjellim edhe lajmet. Menjëherë kemi një telefonat në Viber, alo përshëndetje. Përshëndetje. Nga po na telefononi? Nga Skënderaj. Po i nderuar, çfarë ankesë kemi në komunën e Skënderaj? Lagje Miftara e fshati Rudnik. I kanë bo kanalizimin e ura zezat që një 10 vite. Po. E tash, ka e kanë bo kanalizimin, ka flet rruga në ka shem 2-3 vena, edhe na i vetë kemi met pa rrugë. Një shku që unë si më kom me në nku Skënderaj, u konë dikush ka nku, por nuk kemë merë me këtë çështje. Ne jemi një lagje në Rudnik. Po, është ajo rrugë në kompetencat komunës apo është rrugë magjistrale? Ja, lagje, kjo kompetencat komunës, e qartë. Mirë, ju thotë se keni alarmu, e keni tregu, keni kërku... Kanë qenë, se edhe kanë dalë jashtë kanalizimit ure të zeza, e kanë anku qytetarë, për nuk o mirë me këtë çështje kërkush. Po, keni mona i përgjigja, kanë dalë ata dikush? Nuk ditë, jo nuk kanë qenë, ato 100% jemi sigur, pse kanë neglizhu statin nuk e di. Qysh ka emni rrugës në Rudnik, apo? Lagje Miftaraj, në Rudnik? Martir të Miftaraj, po në Rudnik, komuna Skënderaj. Shumë interesant, më arë me po, të vjen gjenapi rrugë që jem ka mesin të më shku, se jem një si kodrin, lagja jone, është problem edhe më shku, më shem edhe... Po, mirë, inderuar ne do të adresojmë pa dyshim këtë ankesë dhe do t'jemi në kontakt. Po, e përshëndesim, Rudnik, e di shumë mirë se qanena e kam familjen, babën edhe afër aty, edhe një fshat shumë fenomenal edhe është për të ardhur keq që është një problem i tillë, unë po besoj shumë shpejt që komuna Skënderajt do të intervenon edhe do ta zgjidhë këtë problem. Me një thirrje telefonike, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, urdhëni, nga po na thëni? Nga Kosova. A mundesh? A bën me fol? Ai të fol kështu me ndëgjojse apo me telefon direkt? Se po nihesh keq. Me telefon me. Mirë, çfarë ankese ke nderuar? Jo, aja zoja që thirrje ma përpora, jem shumë të akord me to, amo mendimi jam është që shteti me marrë mosa, je vetëm këto që janë për mbetërina, se i gjujnë logën në rrugës, ka të shkujna. Unë e kësha honë që me bua një fare vendimi që policia kote të akon të gjuhe me bua dënime të forta. Po, faleminderit për këshillën e juaj, propozimin e juaj, do të adresojmë tek policia edhe tek autoritetet e po besoj që ata pastaj e marrin një vendim. Faleminderit shumë. Me shku në Evropë nuk ekziston me gjuhën e psikore, jo me gjuhë kjesën në Bordova. Pajtohemi plotësisht me juve, pajtohemi plotësisht. Ju faleminderit që ndohat këtë mendim me ne. Po. Çdo të mirë, faleminderit. Çdo të mirë edhe juve, kalofshit mirë. 048 400 004 është numri i telefonit. Pasi a kemi ndonjë? Menjëherë kemi një tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nga po na telefononi? Pe Prishtinës. Po, çfarë ankese kemi? Të Ulpiona, prego, të posta që. Po. A vë ndëzën? Po, i nderuar. Kanalizime që një audit, po këndërman ere keqe, unë veç kaluva si qytetar andena. Po. Mu merë marrës, po ta do me do në monën e kundër të rrugës nësë me kalua sajde. A veç sa dhe keni këtë era dhe ditëve të kaluara? Ja, që një audit është, janë orë pastrimit janë orë për me sjellë nuk kanë mujta, s'kanë doshta, që apo dhjë, diçka, veç ekipa o konë. Po. Do me thonë, s'kanë intervenua. Mirë, po ja adresojmë. Petikam për problemin. Ne po ja rikujtojmë edhe një herë pra këtë ankesë komunës dhe do t'jemi në kontakt edhe me juve. Ju faleminderit shumë nderuar që ndohat këtë shqetësim me ne. Kalofshit mirë, Ulpiona. Edhe jo. Hajde, edhe ditëmar është aty tregu Ulpionës, një vend fenomenal, është për të ardhur keq që është një gjendje e tillë, po shpresoj që shumë shpejt komuna, pastrimi, kanalizimi, kushdo që ka kompetencat me dalë me gjithë këtë situatë, sikurse në
rastin që ke në Rudnik apo edhe këtu në Prishtinë. Pozitive është që edhe qytetarët të cilët vetëm e bëjnë një rrugë andej, me njëherë na telefonojnë në emisionin Fol me Arin për secilën ankesë, e me njëherë kemi një telefonat tjetër në Viber. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nga po na telefononi? Nga Vushtreja. Po, çfarë ankese kemi në Vushtrë nderuar? Ankese në rrugën Lidhja Lezhës. Po. Komplet lagja, kretë kjerët i lonë rrugë. As ka trotuar për me jetë mi qu fëmijë në shkollë, po do të ekstra me pagu një këmbi për mi qu fëmijë, edhe pse shkolla nuk është larg. Ekstra do të me pagu këmbin mi qu fëmijë në shkollë për arsye se s'kan ka ecë. Do me thonë kërkesa juaj është që të lirohen trotuarët. Po, mu liru trotuarët, mu zgjanu rruga, kanë ngushtu krejt rrugën. Po ka problem me kalu edhe me kerr. A ka ty shtëpi afër o borë si sana? A ka mundësi? A ka mundësi tek Krejt kanë shtëpia, krejt kanë oborë, krejt kanë mundësi mi shti kjerët mrena, krejt në rrugë i lonë. E qartë. Mirë, i nderuar, do ta kontaktojmë kryetarin e komunës sa ka ndonjë projekt të veçantë për trotuarit në këtë rrugë praj. Kum lajmëru policinë, 20 herë kum thirr, jenë orë s'kan morë mosa kurgjë, absolut kurgjë. Shqetësuese me të vërtetë. Asnjë kurgjë nuk ju ka hap kerrën, kërkon krejt çashtu në logje komplet në rrugë. Mirë, i nderuar, faleminderit shumë që ndoat këtë shqetësim, natyrisht që do ta kontaktojmë kryetarin. Kalosh mirë, po rruga Lidha e Vlezhës pra me probleme për parking dhe për qarkullim të qytetarëve, apel komunës me dalë edhe me zgjedh këtë çështje, edhe pse në sa e kuptova nuk ka mundësi mu zgjanu sepse të gjithat janë në shtëpi të rrugës së ngushtë, por barë mu liru trotuarët me bani zgjidhje për qytetarët edhe sidomos për nxënësit. Një tjetër thirrje telefonike, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nga po na telefononi. Mirëmëngjes. Po. Mirëmëngjes, Ornani, nga po thot? Unë, çdo ditë për rrugës të Fushkëtu. Po, çfarë ankese kemi në Fushkëtu? Ka kazerë në Devjashore, në bëhat e loftat, e përpare broma sonë. Nga, ka dole Fushkëtu, veç pak. Se s'poni është mirë, a bën pak ma qartë, ma ka dole edhe me livrit pak se frekvencat janë shumë dopta. Edhe njere, çka o problemi Fushkëtu? Problemi është vorin në Kostit kanë kazerë nga Devjashoret me mojtë si kazerë si emën nga Devjashoret, se kam lu bari atë. Me pastru, me kosit barin, po dhu, apo? Po, me mojtë. E nashta është me vendim, sepse ajo është kasarne, edhe kasarnet i kanë pomjet e mbuluara. Ja. Nuk ka që e? Aha, okej. Ju rini për zëndeti ka përqyta nina. Po. Të këtë të rritin të qësë, atë nuk përritin të qësë të ura e modhe atë, nuk shijet asa përsi as kalimi i kjerëva të shumë rëpëzik edhe për kontur të përshina. Mirë, unë e kum pa që punëtorët e pastrimit, jo po të hortikulturës, jënë tuke e kosit bari në për apsira publike, edhe po besoj që kanë me ardhe dhe aty shumë shpejt, po edhe ne do t'ja përkujtojmë. Faleminderit për ftesën. Që po më përgan të s'ka vesh po vjenë si të turë, pa të gjithaj emën më meta. E kuptojmë shqesimin e juaj, pa dyshim i nderuar që do t'ja rikujtojmë edhe ne. Ju faleminderit shumë. Faleminderit, Fushkësu, kalofsh mirë. Edhe po besoj shumë shpejt hortikultura do del edhe atë pjesë do ta pastron, sepse me të vërtetë kum pa aty bashkë rrethit duke e kosit barin me ato elementet. E një banore në rrugën Bedri Ahmeti në komunën e Podujevës po shprehet e shqetësuar për qenë Ndacak, ajo madje ka kërkuar ndihmë dhe po thotë që menjëherë ju lutem të mirën masa nga komuna e Podujevës sepse numri i tyre është shumë i madh. Ndërkaq menjëherë kemi një telefonat të cilës po ju përgjigjemi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nga po na telefononi? Nga fshati Mazgit. Po, i nderuar, çfarë ankese kemi në Mazgit? Po, si zakonisht bërlugu. Po, cila emri lagjës? Po, këtë fshatin, nuk është emri lagjës a rruga, këtë fshatin pyet. Që sa se kanë marrë bërlugën për shembull? Që 2 javë. Që 2 javë. Mirë, po adresojmë një herë ankesën edhe po shpresojmë të largojnë sa më parë. Po më duket është një mosmarrëveshje mes komunës edhe Mirë, në rast se ka ndonjë mosmarrëveshje, padyshim që do ta telefonojmë edhe kryetarin e komunës, sepse nuk kemi dëgjuar diçka të tillë. Çata deshta. Mirë, kapacitetet kemi dëgjuar që janë shumë të ulta, për këtë arsye nuk po largohem, por mosmarrëveshje natyrisht që do ta kontaktojmë edhe kryetarin Halil Thaçi. Menjëherë pranojmë telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga po Nani? A është Klani? Po Klani. Nga po na thërni? Nga Prizreni. Qa ka në Prizren sot? Prizren ka këtë në regull, për diçka kena do ankesa. Për shembull?
Ankesa që në ndryshimit publik. Cila o lagja? Rruga Besri Kasrate. Që sa s'keni ndryshim? Që 3 muaj. Edhe, keni folë me komunën, e kanë thonë ajsan? Kanë qenë komunën në pjesën qetë për rrugës, se kanë regullu, dhe se këtë qetën e kanë lanë. Po nashta i vjen në rrodha kësaj, kanë thonë diçka që kanë plana, diçka në informata? E kanë plan, kanë thonë në brenda ditës se u bon 1 muaj e gjysë sen s'ka. A ju thot ma herët 3 muaj atë që 1 muaj e gjysë? 3 muaj ditë, do më thonë, për 1 muaj e gjysë e kanë regullu të qire, e të një nacional vende. Shtash e kuptum. I telefonojmë pa dyshim komunën e Prizrenit dhe do t'jemi në kontakt me juve, pa dyshim në rast se nuk ka ndonjë intervenim edhe vim t'ju vizitojmë. Ju faleminderit që ndohat këtë shqetësim. Ditën e mirë, falush mirë. Ditën mbarë edhe juve. Ndërkaq, Ari, një përgjigje nga bashkimi i cili po ndodhet në terren, po kuptojmë që jashtë duke u prerë bari pikrisht e kazerma Adem Jashari. Po, që me njere Fushkosov, po besoj që more përgjigjen, faleminderit bashkimin, më thonë, ne kena korespondent, kështu part-time, edhe i dëshirojnë një ditë fenomenale. Para se me shkume apo po shkojnë në blok marketingut, e ju tregoj pasi që të kthehemi se ku KRU Prishtina e ka nërmen sot me punu edhe rrjedhimisht mund të ketë reduktime.
Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, ja ku po rikthehemi pas një pauze të vogël me muzikë tunën që ndëgjuat pak ju në radio, ja lëshoj në fund të emisionit, para se me vazhdu me materiale dhe me lajme tjera, t'ju tregoj për një deklaratë që ka dhënë ish kreu i Aleancës për Armërinë Kosovës, ish kryeministri dhe ish komandanti i zonës operative të Dugaxhinit, heroi Ramush Haradinaj, i ka nderuar luftëtarët shqiptar lavdi të rënëve për liri në ditën e dëshmorëve dhe të martirëve. Haradinaj ka deklaruar rroft kombi shqiptar, lavdi të rënëve për liri dhe nderim për luftëtarët shqiptar të gjitha kohrave, rroft kombi shqiptar, rroft Kosova, ka shkruar ai në postimin e tij në Facebook. Big up për Rambon. E një rast shqetësues ka ndodhur në komunën e Gjilanit, ku 2 gra janë sulmuar nga qente Ndacak sonte në qendrën e qytetit të Gjilanit. Kështu ka njoftuar ish drejtoresha e shëndetësisë së këtij qyteti, Auror Osmani, e cila ka treguar se në momentin e sulmit ishte me vajzën e vogël dhe një shoqe të saj shtatzën. Përmes një postimi në Facebook, Osmani thot se ky përjetim ishte një epizod frike. Madje ka cekur se çdo ditë gratë, por në përgjithësi të gjithë njerëzit ballafaqohen me probleme të tilla. Po edhe për fatkeq që kemi po edhe rastet tjera të cilat s'ka ditë që nuk po ndodhin, kështu që mytëm të bëj apel, po kjo është tëra që mund të bëjmë këtë moment, sepse kjo është një problem nacional, edhe shpresojmë që qeveria e re do ta ketë prioritet në bashkëpunim me komunat, ta zhvillojnë një operacion, një aktivitet për disa muaj, edhe ta zgjedhin problemin e qenve Ndacak, sepse është një problem që është i zgjedhshëm, e kanë zgjedhur keq kryeqytetet edhe më të vogla, edhe më të mëdha të votës, e pse nuk munda edhe ne. Një tjetër thirrje telefonike, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Nga po na telefononi? Nga Skënderoj. Po, i nderuar, çfarë ankese kemi në Skënderaj? Kemi ankesë puna të drita që 3 herë po thrazbre për me ndriçu logjen. Po, edhe një herë emrin e rrugës, na kujtohet që kemi adresuar për bes. Marie Shloku. Po, e qartë, e kemi adresuar, po na vjen keq ende, po e pranojmë telefonatën e njëjtë, por që të premtojnë që sërish do t'ja bëjmë dije komunës. Po, edhe shpresojmë shumë që do dalin edhe do të reagojnë. Falënderit, kalofshit mirë. Kalofshit mirë Drenic, edhe javë të suksesshme ty edhe gjithë bashkëqytetarëve aty. E javën e kaluar kolegja jon Blerin Doshlaku ka qëndruar në fshatin e Rimanisht, atje ku ka realizuar një kronik për problemin kryesor të qytetarëve që është infrastruktura, ku këta të fundit janë shprehur se për shkak se kjo nuk po rregullohet, po detyrohen pra të dalin në kryeqytet. Andaj ju ftojmë ta ndjekim kronikën në mënyrë të detajuar dhe padyshim që do të shohim krejt përgjigjet e kësaj. Po, është për të ardhur keq që kështu ka mbetur ky fshat kaq i bukur, edhe qytetarët largohen, kështu që shkojna me Blerinën në Rimanisht. Mirëmëngjesi për juve në studio, mirë se po takohemi edhe sot, po lajmërohemi nga fshati Rimanisht i komunës së Prishtinës, se këtu kemi ardhur me që ka qenë zotëria Shimbala, që ka adresuar shqetësimin e tij sa i përket rrugës ku aktualisht jemi, që është rruga kryesore e fshatit. Nëse mund ta flasësh pak më gjatë, unë bëra një hyrje sa i përket shqetësimit tënd, nëse mund ta flasësh më gjatë. Që një dol kom, e keni humur të udhë të keq, rrugë keqe. Po nëse unë djallin pruni me kerë, thot typen kësa mujtë me ardhë. Pej tablës aty ka një regja që është, e me raqë ka poshtë, jam e në gjithë naltë, nuk është a mujtë se s'po mojë, jem qërtë s'mutë dhe jenë bodë vjetë. E mena mundësive jena shumë keq, edhe këta kërëshia për punime, edhe na qëtu po kanë më bo qëtash 6 shpi, qëtu. Edhe krejt këthejhen qëtu. Po s'po kanë ku më këthy se që. Tonë lakerët lomë. Po e përmend që banorët po dojnë edhe me u këthy, a kanë ndodhur që edhe janë shpërngull, kanë ecë, kanë ikë prej fshatit tyne? Po kanë i mungesës infrastrukturës? Unë më pari jam në Prishtinë të jetu ishtë. Është një kohë gjatë prej se është në këtë gjendje rruga? Që kjo rrugë është me të keq për 2015. Deri në 2015 është tru, deri aty e po të ku është. Deri aty është rruë. Ka shkaj që kjo asfalt, nuk e di. është një periudhë prej 19 vjetë, mundemi me thonë. Edhe a keni... Sa po bojnë për 2015. A keni mendu, ose a keni kërku dhe zgjidhje, najherë të komuna e një konë? Vëllaj, mëtra jam e vetë një punë është. Qaj vlohë që kesh do? Gjithë të me një vlohë indjeri, kanë rrujet, a i ustarë koni në për Drenicën, në për Anej. Pe Gjermënia e orë në luft, a i kanë rrujet. Gjithë të jenë shkun të krenari në komunë. Hajtë
Kemë me dal, pasha zotin sa vjen baba jam pe vorrësët. Serd kur. Atë nuk e qunë kërkën, nere kanë quë, dikon e ka matë 600 metra janë, teri të shpija vllot aty, tjetër skaktur që të sen. La keni mendu që me kërku pra takim tash, për sot kur po flasim, edhe me Sokol Havollin, edhe me përparim Ramen, me banorët e tjerë që po i përmend, edhe thjesht që me ndërmarrë një hap me bo një zgjidhje për shtrimin e rrugës që ka mbetë. Që aty në Prishtinë, përparim Ramen, e kom thirë me dalë me pi një kafe 20 herë, janë e takim në zyre. Po, prandaj po të pës, a ke kërku do më thënë takim? E kom kërku, po të pyve nuk ka dalë. Qaj që ka bon jetë me shtruhe, që shtruhet i sola, se mu shtruhe, unë në Prishtinë, unë në Prishtinë nuk ri, me gruteme unë e veçtu. Kthejesh. Edhe po besoj që në gjashën kanë me vepru edhe banorët e tjerë që e Kërejt, vëllohet, qyra e ka bu gati, qëtar po këtyr me lyve, edhe mu këthyje, a në kombinatën punë, me penzion gati, që gati edhe a po këtyr mu këthyje, tjetëri po këtyr me malu qëtu. Përveç mungesës rrugës, ka dhe të lashe tjera? Veç mungesës rrugës edhe kanalizimit. Jenë kone kanë matë kanalizimin, jenë kone të komunës. E kanë matë, mrena 2 ditë e dalë me qelëm kanalat edhe bojmë ato shokta që bojnë, nuk e di që bojnë. Ty bëndurin asë një bon asë një, halat se kena bu kur që veç dhe banjë shërtu thjeshta që do një fjollë, se nuk kena mujtë me bu kur që se zdurin halat mëtër. Ata që punër, ata që zdolin, që me bo? Ku me shti bagerin tash ma se strëtë ua? E përmende që kryetari nuk të ka... Qëre rryma, se dhja po të kanë qëta bandera. Kanë thonë me arë me shtru me drita me ketë që sajde me qëtë rrugë, mu bashkan gjitë, edhe mu shtru që ke rrugë me rryme me tona. Këta banderat janë rëdzu, gati kretë, janë ra, mundën me na i kollë shpijat. Qas mundët me ndodhë? Po kryesorja që tash momentalisht është kanalizim dhe që ke rrugë. Dhe sigurisht që si emision do të mundohemi që të marrim një përgjigje nga Komuna e Prishtinës për mungesën e infrastrukturës që po u pamundson jetën banorëve të këtij fshati, pra të fshatit Rimanisht, edhe që janë shpërngulur po për këtë arsye. Faleminderit Blerina, falenderojmë edhe qytetarin nga fshati Rimanisht dhe shpresojmë që shumë shpejt do të ketë një informat nga Komuna e Prishtinës edhe do të zgjidhen këto probleme në këtë fshat për të cilën, si që shpreh edhe bashkëqytetari, mungesa infrastrukturës po i detyron qytetarët që të shpërngulën e që është për të ardhur keq. Është kontakt emisioni informativ Falmar, ne falenderojmë edhe Blerinën, por edhe ekipin përcjellës. Me njerë po duket të kemi një thirrje telefonike. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëdita. Përshëndetje, nga po na telefononi? Nga Skënderaj. Po. Lagja 3, rruga Martërit e Prindit. Tash 2 vjet kemi bërë kërkesë për ndryshim. Janë banderat janë drita, por nuk funksionojnë. Kur fa përgjigjës që e mori nga komunja, jo dhe të ndirjes dhe tash 2 vjet, për 4-5 poshtë elektrik, ka fëmijë, ka lujnë me ome, tash sa dush, kësha bonë një kërkesën që ka mundësi për mes juve me intervenu e drejtoria Shërbime Publike. Ju përshëndes, faleminderit. Faleminderit shumë i nderuar, padyshim që ankesën tënde do ta drejtojmë pra te Komuna e Skënderajit. Përshëndes Skënderajin edhe gjithë qytetarët atje, edhe po besoj që shumë shpejt do të ketë një reagim. Ndërkohë derisa nuk marrim një thirrje tjetër telefonike, ju tregojmë një prej lajmeve më të reja, ta themi kështu, që nga sot fillon aplikimi për akreditimin e vëzhguesve dhe mediave për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakohshme. KQZ-ja ka bërë të ditur se nga sot e deri me 30 maj çdo organizatë jo qeveritare edhe mediat që dëshirojnë të jenë vëzhgues të procesit zgjedhor e kanë këtë afat për tu akredituar. Detajet i keni në portal komplet lajmin, duke përfshirë edhe lajme tjera padyshim. Një tjetër thirrje telefonike. Allo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes shoku. Mirëmëngjes shoku. Mirë. Po, na jem bre të logja e hinit marum bërlogën a kam odin për muj katërt. Ej, paguje, për këmë pagu. Ata që s'pe pagujnë, pja mojnë. Neve që i këna paguje, jo përdojnë. Mirë, edhe njerë... Emrin e rrugës e lutem? Nuk i kelmendi. Po.
Ku gjendet kjo rrugë? Ju lutem motra em na kanë dhirë për le bërlogë, po na kanë dhirë banderat më samo. Çfarë po ndodh me shtyllat elektrike i nderuar? Po kur vjen me na vizituar motër, e kena pasur kryetarin 3 mandate kurse orner. E kemi tash kryetarin e ri, inshallah bën diçka. Cila komunë është, s'po të kuptoj bre ka dole. Komuna Vliçit, Allah. Kuptojmë shqetësimin e. Po qetësohet se nuk i di në lagjet asë. Marum besoj. Po hajde, gajrat. Gajrat se kryet edhe kjo problem, lagja 3, si e një rrugës, si ke? Po nuk i kelmendi, kur vjemi na vizitua në herë me ordre, me qojta për votime po vinë, apo ja japim votat, po me ordre... Inderuar, e keni përmend pra për mbeturinat, gjë për të cilin e kemi adresu me një herë ankesën, por mandej përmendet shtyllat elektrike. Edhe një, po që ata bandera, që ata me ordre me një usë, e kemi katastrofë, të merë. Çfarë po ndodh me shtyllat elektrike, nderuar? Po shtyllat elektrike, po rruga, kur së ndreq, kur? E qartë. Me sa po shohim... Ka posa i Kelani, në Kelan që kone kryetar, aja ka ndreq pak, këta kur s'ka ndreq? Kryetari Gjafer Gashi, mirë, do t'jemi në kontakt, ju faleminderit shumë. Gjafer Gashi, qaj, unë s'po thomë, që njëri asi, me ndreq, nga s'ka orë, në herë me nga vizitu. Në herë nuk ka orë me nga vizitu. Mirë, do t'jemi në kontakt edhe pa dyshim që do t'i adresojmë të gjitha ankesa. E bona bëz, mo të thire të si... Jo, inderuar, emisioni e folmari në shteti dedikuar për ankesa. Nuk po t'irën pe qevit, po pej mërzije, pej katastrofë, jeni të hapër për herë me telefonu. Jeni të hapër për herë me telefonu. Kusht mirët me të sene, si kur me konë gjungëll vëllo. E vërtet, e kuptojmë shqetësimet e juaja, pa dyshim që adreson. Si shok, si krejt, si qa me thonë tjetër, s'po di. Shpresojmë të ketë zgjidhje sa më parë. Në ruaj, në bo, pa e po aty, ka tënë ma holë tënë, ku jem, ketë jem bo dhe zdravona, dhe qka gërdona, më zvet, i në bo lo, se në kam mytimi. Faleminderit shumë. Pas këtë shumë probleme për fatkeq dhe shpresoj të ketë një reagim, të dëshiroj një javë të mirë për kundër këtyre problemeve, edhe po besoj që shumë shpejt do dalë komuna edhe i zgjedh këto probleme të cilat janë grumbulluar në fshatin apo lagjin e juaj, lagja 3 që ke. Jo, këtë të tërkem. Pranojmë telefonatën tjetër me një herë, alo përshëndetje. Përshëndetje. Nga puna telefononi? Nga fshati Rusinov, komuna Lipjani, shef Kristinanës. Po, çfarë ankese kemi në fshatin Rusinov si nderuar? Kemi për 2006 kur ashtrua asfalti, dhe Marina ka një prej kamararin të relev, ne ka trupu arat, ka të tonë, na kanë prej pëm, vorët e ne kanë të rejtë aty, po pagesën nuk e ka bon. Do me thonë nuk ju ka... Kompenzimet nuk janë bërë ende. A ka djeni për këtë kryetari komunë zotri Imri Ahmeti? O, e dini kryetari, sa ta nga kompetencë e qeverisë ati qëndrore, nuk është e komunës. Po, a keni mo nëjtë dokument ku ju thonë që kam ju kompenzua, a keni nëjtë letër ati qka? Ja, po se kena pengu, hegjus pa vje hula, për se ja paguin, kur pagu nuk e ka. E qyshe e lëshut ju rrugën pa po marveshë kështu pa qitë letër kur gjë? Po, atëherë, fillim mas luftës, nuk kemi këtyrë të farë marveshja, askur gjë e që dhe neve bashkë rrisin luftit me përpasunin në karo që s'ka pas rruga të. Po, dhe të përqpi 2006 është tashë 20 vjetë, do me thonë, jo, nuk e keni zgjedhë këtë problem. Ja, këna pas në uvën dy herë në policia, në hëtë, në kënena mos keni me dalën, se kanë me regullu këtë punë e heqë. Do të adresojmë pa dyshim dhe do vim t'ju vizitojmë juve inderuar. Në mënyrë që... Vina e bojna një reportaj, se kjo që ka problema i madhë. Po me dikën tjetër, me klanë Kosovën e këmë bon vetë. E bojna dhe një herë. Mirë inderuar, do të shohim në mënyrë të detajuar, do t'ju telefonojmë, ju faleminderit. Po, mas mirë të me këshyra tje, se kanë kish ka jenë, dinjerën lodhen, dhe jenë mërzitën, dele, edhe baja. Shumë faleminderit inderuar. Shpresojmë të ketë zgjidhje sa më parë. Po, shpresojmë qeveria e re, sepse kjo qenë ka Ministria e Transportit, so për kuptoj. Shpresoj që qeveria e re, Ministri i ri, do ta merr parasysh problemin e juaj, edhe në bashkëpunim me mirë kuptim, do ta zgjidh këtë çështje, edhe do t'ju kompenzon lekt masive që siç po deklaron zotëria, është shfrytzuar toka dhe prona private. Allo, mirëmëngjes. Mirëmëngjese. Nga po na telefononi? Nga Prishtina pjo telefonojna. Po. Edhe kemi problem këto për trafik urban, jena në rrugën Malesh Kosova. Po. Lagja është shumë e madhe, edhe asnjëherë trafik urban s'kanë pru kahna.
Cili është autobusi që vjen më afër ti? Më afër ti 3 oja, në rrugën Muharrem Fejza. Po, sa e keni larg atë rrugë? Po, kena 1 kilometër gjysmë, çështo. Po. Sepse sa kemi informacion rreth 2 kilometra duhet të jetë autobusi. Në rast se është 1 kilometër e gjysmë, atëherë fatkeqësisht nuk mund të vijë linja të reja. Deri më tani mund të ketë përditësime pra nga trafiku urban, por që si pyetje do t'ja dërgojmë padyshim dhe po shpresojmë pra të ketë linja të reja. A mund çdo logje ka, vetëm logja ju është pa trafik. Sa është e madhe logja juaj? Është e madhe logja spitalit, është rrugë prej spitalit deri te Gjykata. Do të interesohemi dhe padyshim. Ka aty shumë banor që vijnë autobusi apo jo? Po, ka krejt jemi krejt me taksa. Po. Qysh nuk mirë. Domethënë i shkon mirë me shty 300 deri te ju, pak a shumë apo? O 300 ose 600, 7 ja shkon vetërnitit e poshtë, në dolëm të 6 që hypom me një klient është. Mirë, nderuar, padyshim që do të adresojmë këtë ankesë dhe do të interesohemi për këtë shqetësimin e juaj. Ju faleminderit. Faleminderit çonë. Faleminderit edhe përshëndetje po. Menjëherë kemi telefonatën tjetër, Ari, alo përshëndetje. Mirëmëngjes. Kemi në Viber menjëherë, alo përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, nga po na telefononi? Jam pe komunës Drenasit. Po. Jam hershëm sliu, kem problem me ujë të pijes prej janarit. Është që nuk ndërprehet për domani orë mëngjes 2, gjithë ditën nalet, në mbrëmje apet vjen, apet nalet. Po, pe janarit e keni këtë problem, a? Problemin e kem pe janarit, edhe ma heret, po pe janarit shtu tash që u kon kjo pjesa e ujësillësit ka pas të bajnë me Fereniklin atje nalt, që është janë pusetat që vjen ujt pe Belepencin to, edhe tash është prish po thuj një pump, nuk e kanë rregullu, e qaj janë shkak që edhe ujt pjes nuk është për më pi, mo nuk është qaj ujt. Po, do me thonë këru Prishtina e dem për këtë problem? Valoj, dhëtë me ditë. A e ke lajmëruti, a e ke njëftu jo këru Prishtinë për shembull? Jo, këtë drejtërin që është po, në tjenë që kemë Drenas të po. Po, do me thonë e den këru Prishtina, mirë? Ja, a e den fort mirë, den që është që kjo është. Mirë, na po ja adresojmë pra kompanisë ujësillësit. Kemi problem edhe me urë prej vërshime, është prish rruga, për të më ura, jem 4 kilometra 5 i bojmë është një rrugë, një kahure, nuk është 2 koshe, në që aton dhëtë me hi, ma shumë dhëtë me dolna për jashtë rrugë, për të më jurë të srune, edhe shumë për në mënën. Këtu vijim komuna në thetë që kemë s'kem budget, qeveria është s'pëna përgjigjet, jena metë në halë, jena metë shumë në halë. Ne po e telefonojmë sot pra kryetarin e komunës, Zotri Ladrovcin, edhe neve na ka thonë ashtu, por të shojmë sa ka ndonjë përditësim apo ndonjë mbështetje nga qeveria. Ndonjë zhvillim i ri, po. Po shpresojmë të ketë, pra, sepse e dim që kjo urë me të vërtetë është shqetësuese për juve banorët. Ju faleminderit shumë. Kemi pas tjerë në kalumë. Hajde, kalofsh mirë Drenic. Tjetër thirrje telefonike apo na dështojnë, ndërkohë ti tregojmë që këru apo që. E kemi më një herë. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, nga po na telefononi? Nga Kushamova, unë jam një grua viktime e luftës, jeta e vetë, burin luft, s'kam kërkon, nuk na i bin fakturat e rrymës koner, dhe që i lojnë pon katunit, mjerdesht, që 3 mujt mi bin fakturat, për do të me thirë kekun, ani me pyt. Në cilën rrugë jeni nderuar? I las Kukaj, të Xhamia koner. Të premtojmë që me një herë do të adresojmë këtë ankesë. Po që 3 mujt në i binu në kush që lanat jemi diskatuni i merë. Ko në jam grua diktime e luftës, kom kërkon kush e merë ati botë. Të premtojmë që me një herë ankesa do të nisë. Sot dikush? Po, ne si emisioni Folmoarin me një herë do ta nisim ankesën te Kici dhe Kesko për të sjellë faturat e energjisë elektrike. Ta faleminderit shumë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Edhe
lavdi pra për dëshmorin edhe martirin. Është 10:55 dhe pak shkojna përfundan emisioni, t'ju përkujtojmë që e kemi edhe informatën më të re të cilën e ka dhënë KRU Prishtina bjatë se ku punohet edhe rrjedhimisht ku do të ketë reduktime gjatë ditës sotme në rrugën Muhamet Akif Versoj, në rrugën Shala Bajgorës, në rrugën Avni Dudi, Haxhi Zeka, në rrugën Hajdar Dushi, në rrugën Shkelzen Haradinaj, në rrugën Veli Vraniqi, në rrugën Bia UÇK dhe në fshatin Branidad. Në këto vene KRU Prishtina punon sot në rrjet dhe rrjedhimisht do të ketë reduktime në kohë të caktuara të ujit të ditës pra. Ndërkaq ankesa në lidhje me rrugën Dibrani Meri në fshatin Pantin të Vushtrisë, ku nuk është një shtresë asfalti dhe po paraqitet problem për banorët, kanë shkruar përmes mesazhit këtu në emisionin Folmarim, padyshim që do ta pyesim kryetarin se kur do të bëhet shtresa tjetër asfaltit. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe të gjithë ata të cilët keni shkruar në emisionin Folmarim, vazhdoni të na shkruani sepse secila ankesë adresohet tek institucionet përkatëse, ndërkaq ne takohemi nesër. Kalofshit mirë, shihemi tani me nesër. Tok tok.